Ju falimderit nga zemra, një dorë trokitje të madhe për kryetarin kampion të vitis, Sokol Alitin. Shumë dashur e të respektuar qytetar të vitis, meq të lidhjes demokratike të Kosovës, është vërtet një emocion i madh të jem sot këtu mes jush, në këtë qytet madh të Anamoravës, në këtë vend që gjithmonë ka qenë shembull i punës, i arsimit, i qytetarisë, i vetbujqësisë. Dhe Vitia nuk është, ta kemi qartë, një qytet i zakonshëm në hartën e madhe të Kosovës. Vitia është djepi i punës dhe ndershmërisë në Republikën e Kosovës. Vitia është vendi ku djersa e njerëzve ushen gjithë vendin, ku tradita kombëtare e lidhur me energjinë e rinisë japin Kosovës shpresë për të nesërmen. Vitia është vend i qytetarëve njerëzve të mbarë, të vendosur, i qytetarëve që nuk flasin shumë, por punojnë shumë, i familjeve që sakrifikojnë çdo ditë për fëmijët e tyre, dhe ky është qyteti që nuk pranon të mbetet në pas, ky është qyteti që gjithmonë ka ditur të ecë fort përpara. Dhe t'jem sot këtu në mes jush në këtë qytet është nder, por njëkohësisht është përgjithësi e madhe dhe emocion i veçantë. Prandaj ju falemnderit nga zemra për këtë pritje të madhe që më bëni mua dhe gjithë lidhjes demokratike. Dhe sa herë vim këtu në Viti, kur shikojmë Vitin, shohim qytetin që ka ndryshuar shumë. Shohim rrugë të reja, shkolla të rinovuara të reja, sheshe të përfunduara, parqe që e kanë bërë komunën tonë të uajnë shembull për gjithë Kosovën, e shohim punën e kryer me mund dhe me plot përkushtim, punën e 3 mandateve të qytetarisë së ndershme të vetë Vitis. Por mbet të gjitha, shohim një qytet që nuk ndalet, sepse Vitia është gjithmonë në ecje, Vitia gjithmonë kërkon më shumë, ndërton më shumë, ndron më shumë, dhe ky ritëm i zhvillimit, ky hap i madh përpara që duhet vazhdoj, ky vizion i madh bart vetëm një emër, emrin e kandidatit ton për kryetar të kësaj komune, Sokol Alitin. Sokoli juaj, Sokoli jon, është shembulli më i mirë i asaj që Vitia ka dhënë gjithmonë. Njerëz ndershëm, të përkushtuar, të lidhur ngushtë me tokën e tyre, me qytetin e tyre. Ai nuk është njeri i fjalëve të thata, ai nuk është njeri i propagandës, ai është njeri i punës së madhe, i besës dhe i vetë rezultateve, prandaj edhe i themi Sokol kampioni. Për vite me radhë, Sokol Aliti ka qenë kryetar i të gjithëve pa dallim, ka punuar për fshatin dhe për qytetin, për bujkun dhe për nxënësin, për të moshuarin dhe për të riun pa dallim.
ka qenë pranë çdo qytetari, me zemër të hapur dhe me duar të pasra. Ky pra është modeli një kryetari që lidhja demokratike e Kosovës e mban dhe e afron me plot krenari. Kryetar, lider, kampion në qeverisje për qytetin e tij. Prandaj për këto rezultate një falënderim të madh Sokol, jo vetëm nga këta qytetarë këtu në viti, por nga gjithë Republika e Kosovës. Të faleminderit që shërben me kaq përkushtim. Dhe natyrisht se në çdo fushat do të dëgjoni nga të tjerët fjalë, nga po të njëjtit që 4 vite më parë nuk e morën besimin tuaj. Do të dëgjoni shumë premtime, do të dëgjoni shumë propagandë, por ju e dini mirë se kush ka punuar dhe kush jo, ju e dini se kush e ka ngritur vitin dhe kush e ka harruar këtë qytet, ju e dini kush është me ju çdo ditë dhe kush kujtohet vetëm kur vinë zgjedhjet e fushatat elektorale. Ju e dini se kush është kryetari i punës dhe kush është kandidati i fjalëve. Sokol Haliti është njeri i punës, Lidhja Demokratike e Kosovës është parti e punës dhe shpresës. Dhe dy bashk, LDK dhe Sokoli, do të vazhdojnë, ndërtojnë edhe më shumë për 4 vitet e ardhshme, sepse vizioni ynë është i qartë. Sepse vizioni ynë është i qartë, vitia që nuk ndalet, një qytet i zhvilluar, një komunë e gjallë, një vend ku fëmijët tonë gjejnë të ardhmen e tyre të jetojnë këtu në dhejën e tyre. Dhe Sokoli nuk është vetëm në këtë garë, pas vete ka gjithë lidhjen demokratike të Kosovës, por pas vete ka edhe një ekip të shkëlqyshëm. Fjala është për listën e lidhjes demokratike të Kosovës për kuvend komunal. I ftoj antarët e listës ngrihen këmbë për bak e ju të tjerët në dorëtrokitje të madhe për këta burra e gra që do të bëjnë fitoren e ardhshme të 12 tetorit. Janë listë me njerëz të ndershëm, profesionist nga çdo fushë, të rinj e të reja, mësues, mjek, bujq qendërmarrës. Dhe pikërisht ky është ekipi që garanton se qeveria e ardhshme nuk do të jetë vetëm e një njeriu apo një partie, por do të jetë e juaja e qytetarëve të vitis, ashtu siç e keni menduar gjithherë. Do të jetë zëri çdo fshati, çdo lagjeje, zëri i vet vitis. Prandaj ju ftoj që të mbështesni këta, po se po Sokolin me të parën me 12 tetor, po se po një shumicë solide në kuvendin komunal të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe natyrisht se vitia ka nevojë për më shumë, por ne syt i kemi në këto zgjedhje nga ju, sepse e dim se kur ngrihet vitia, do të ngrihet në këmbë e gjithë Anamorava. Kur fiton vitia, fiton e gjithë Republika e Kosovës. Dhe mesazhi duhet të na vijë nga kjo viti shumë qartë me 12 tetor, është koha për mandatin e 4 për Sokolin, është koha edhe për 4 vjet për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sepse LDK nuk është vetëm një parti e zakonshme, LDK është vetë historia e popullit Kosovës. Është themeli mbi të cilin është ndërtuar shteti ynë, është vizioni i Ibrahim Rrugovës për liri, për pavarësi, për demokraci dhe integrim euro-atlantik. Është gjaku i dëshmorëve tonë, është sakrifica e popullit tonë, është mundi i çdo qytetari që ka besuar se Kosova meriton të jetë e lirë, meriton të jetë e pavarur, meriton të jetë pjesë e botës demokratike. LDK-ja është partia e shtetit, është partia e institucioneve, është partia që nuk e sheh pushtetin për privilegj, por si përgjegjësi të madhe jetësore. Është partia që nuk mashtron por punon, është partia që nuk ndahet nga populli, por është gjithmonë me popullin në krahati. Dhe LDK nuk është vetëm histori, është edhe tashmja, do të jetë dhe ardhmja, dhe sot nga vitia, nga ky qytet i punës, i rinis, japim mesazhin e qartë,
LDK është gati, 12 tetor, fitore me të barën viti dhe asgjë më pak. Faleminderit shumë të dashur qytetarët Vidinjës. Sot qëndroj para jush me respekt të thellë, si biri i kësaj toke, si njeri që i di plagët dhe shpresat tuaja, e ju flas me zemër, jo vetëm me fjalë. Dua të kujtoj se kush jemi. Ky qytet Ky qytet ka kaluar pa drejtësi, ka kaluar pushtime, ka kaluar në përmungesë shprese, e asnjëherë nuk është përkulur. Asnjëherë. Ne kemi ditur në bojmë besën edhe kur dënin të na shuajnë shpresën. Sepse Vidinja nuk dorëzohet, sepse Vidinja lind njerëz krenore punëtor, të ditur, sepse Vidinja është tokë që nuk humb kurrë. Nuk ka qiell më të potër se qielli i Vidinjës dhe i Kosovës. Nuk ka tokë më të begatë se kjo tokë ku kemi lindur. Unë jam rritur në këtë qytet, në këtë komunë, me zburrave që ktheheshin nga ora me duart plasëritura, grove që mbonin familjen mbi supe dhe të rinjve që largoheshin për në mërgem me zamër të rëndë. Këtu mësova se jeta nuk të jep dhurata, çdo gjë merret me mund. Dhe pikërisht, aty kuptova se ndryshimi nuk ishte dëshirë, por domosdoshmëri, një ideal që me bashkoj me ju, një thirrje e brendshme për ta quar këtë vend përpara, këtë komunë përpara. Sepse Vidinja nuk e kam por Vidinjën kurrë si një qytet vogël, por si një vend të madh që meriton më shumë. Aktivist i ka mos shumë i lidhjes demokratike të Kosovës. Afarisë sukses shumë i përkushtuar.